Grupet e fuqishme të lobit sionist kanë metastazuar politikën europiane dhe ata amerikane dekada më parë, ndërsa sot po e shfrytëzojnë diplomacinë dhe armët e tyre për të arritur qëllimet dhe projeksione strategjike në lindjen e mesme. AIPAC-u është organizata më e fuqishme sioniste në Shtetet e Bashkuara, madje aq e fuqishme sa, sipas ekspertëve, kontrollon tërësisht kursin politik të vet SBA-s, ndërsa në Europë funksionon me organizata të ngjashme por që veprojnë heshtur. Gjermania, për shembull, është vendi më i kapur në Europë nga lobet sioniste dhe si rrjedhoi dhe mbështesi më i madh i qeverisë Netanyahut dhe politikave të cilës do qeveri izraelite në çdo kohë dhe këtë nuk e ka fshehur deri sot. Ndërsa mediat kryesore në Britani dhe Francë janë po aq izraelite sa vetë qeveria e Netanyahut dhe këtë e kanë dëshmuar me promovimin e propagandës izraelite, duke minimizuar vuajtjet palestineze të shkaktuara nga gjenocidi izraelit në Gaza dhe duke keq informuar opinionin për qëllimet e luftës së Izraelit. Situatë ngjashme kemi edhe në për shumë vende tjera të Europës, e të mos flasim për raportimet e mediave amerikane.